Prizren edhe Mitrovica. Okej, du me thonë seria finale. A din si është kur respektojnë të gjenë vendet, respektojnë si ish basketbolit, si veterani basketbolit, kontribusi madh i basketbolit, respektojnë dhe atmosfera, por duhet përmendur edhe ekipin e vllaznimit, kur luan vllaznimi me Sigar Prishtinën, edhe ajo atmosferë, edhe këndimi asaj këngë për 3 dëshmorë dhe herojnë të Gjakovës, vërtet ishte emocionuese, rënqethse, më të them. Do thotë, kjo e ka bërë që basketbolli si vjetë vërtet jetë në nivel më të lartë. Ndoshta jo si cilësi që përmendi edhe Naimi, mirë po si shikueshmëri, si atmosferë, gjithçka vërtet ka qenë kënaqësi dhe gjithmonë mezi kam pritur që ti shkoj në këto ndeshje të jem pjesë e këtyre ndeshjeve. Ka pasur ndeshje ku kam qenë afër teje, ndeshja Ponte Prizreni me s'di cilin ekip ku ka qenë palestra e Zbraz. Do thotë, shikueshmëria që ka munguar ka qenë vetëm te Bora edhe te Proton Kebel Prizreni. Ne, kur jemi përmendi Blerimi atmosferën nëpër palestra, sa kanë ndiku tifozët këtë vit në rezultatet e skuadrave vendase? Na e dim që në Kosovë, në basketbol, sidomos skuadrat e kanë shikuesin, e kanë lojtarin e 6 në fushë. Kur kanë shikueshmëri, kur kanë përkrajet maksimale, domethënë është lojtari 6 në fushë. Edhe këta e kanë shfrytzuar si bashkimi ashtu edhe Trepça. Bashkimi 2 herë fitoi në Prizren, tu ju falënderu shikuesve, domethënë edhe atmosferave që ka kriju. Trepça gjithashtu i ka shfrytzuar domethënë maksimalisht shikueshmërinë dhe atmosferat që i kanë kriju tërcitat. Kështu që shikuesit janë motor i secilës ekip, domethënë janë ata të cilët i shtyjnë lojtarët edhe më tepër se maksimumi. Po rivalitetin mes... Sidomos kjo ndeshja vllaznimi Sigar Prishtina që përmenda prej minus 21 ka lënë në plus 17, shikueshmëria apo tifozeria ka qenë e tillë që i ka shty lojtarët për të ardhur deri te ai rezultat. Faqet ndërprerje. Pikërisht ka qenë ndër pikat kyçe definitivisht, po rivalitetin në mes të skuadrave kryesore, si e keni parë në përgjithësi, jo vetëm Trepça bashkimi, por në përgjithësi? As Trepça Prishtina, në përgjithësi mes skuadrave kryesore. Po, e cekëm, domethënë kanë qenë të barabarta, shumica e ekipeve të para, prej vendit parë faktikisht deri në vendin e 6. Edhe Bora ka qenë një prej skuadrave që ka bërë konkurrencë, mirë, po kanë qenë si ekipe të barabarta. Kështu që çdo herë kur ka ekipe të barabarta, nuancat vendosin ndeshjet. Një lojtar ose një disponim më i mirë, një lojtar në një ndeshje e bën dallimin, edhe kështu që ekipet faktikisht lojtarët vendor kanë qenë ata të cilët kanë pas rivalitet më tepër në fushë. Lojtarët e huaj na e dim, ata vinë për statistikat e veta, vinë për me arrit qëllimet e veta, e fitojnë e hupin për ta nuk është me rëndësi mirë, por lojtarët vendor domethënë kanë rivalitet më të madh mes vetë. Kena pa domethënë rivalitetin mes Drilonit, mes atij Zeqirit, Lejsonit, Baljan Bunjakut me këta domethënë me të Mosiqin. Domethënë lojtarët vendor kanë bërë një rivalitet që basketbolli është faktikisht aty për shkak të rivalitetit që është një